Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për t'i dhënë vëmendje edhe një herë marrëdhënies së Gjestit edhe të Eglit. Unë e di që shumë prej fansave kanë dëshirë shumë të madhe dhe dëshirojnë që Egli dhe Gjesti të rilidhen sërish së bashku, por siç duket, qëndrimi i Eglit dhe maturia e saj ndaj emocioneve, ndaj pëlqimeve shpirtërore e bën Gjestin që të qëndron sa më larg. Një lojë e zhvilluar mes Eglit edhe Gjestit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4 kanë gjallur reagime të shumta nga ndjekësit e spektaklit. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se si dyshja në formën e një shakaje luftojnë mes njëri tjetrit në lavanderi. Por situata duket se ka dalë jashtë kontrollit për disa momente, teksa tentonin të ngacmonin fizikisht njëri tjetrin. Në një moment Gjesti e kap nga fytyra Eglin duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të disa prej banorëve. Jo ashtu, dëgjohen duke thënë ata, duke sinjalizuar që situata mund të kishte kaluar kufirin e një loje të zakonshme. Pas kësaj përplasja mes tyre u ndërpre. Kjo ngjarje ka sjellë ndarje mendimesh mes fansave të këtij reality show. Disa e kanë parë si një situatë të parezikshme dhe pjesë të dinamikës së shtëpisë, ndërsa të tjerët e kanë shprehur shqetësimin mbi natyrën se si u zhvillua ndërveprimi mes tyre, pasi Gjesti e ka kapur në fytyrë Eglin. Egli dhe Gjesti kanë pasur një histori të ndërlikuar brenda shtëpisë. Në fillim të spektaklit ata ishin në një lidhje, por pas daljes së Eglit nga loja dhe rikthimit të saj në Big Brother VIP Albania 4, ajo vendosi të mos i jepte më një shans tjetër Gjestit. Kjo ka bërë që tensionet mes tyre të jenë të pranishme her pas here, duke sjellur situata si kjo e fundit, e cila është komentuar gjërësisht nga publiku. Domethënë, Gjesti e ka godit, le të themi në një farë mënyre Eglin, se nuk është goditje, por le të themi që e ka godit në fytyrë dhe është munduar që atë inatin, atë mlefin që ka brenda vete, sepse Egli nuk i kthehet ta nxjerr. Aty kanë reaguar me një herë banorët duke thënë që jo, mos e kap ashtu në fytyrë dhe mos e prek ashtu në fytyrë. Reagimi ka qenë edhe shumë i ashpër ndaj Eglit, ku më pas debati ka vazhduar vonë brëm gjatë gjithë natës, ku Egli i thot të Gjestit në këtë formë. Egli ka debatuar me Gjestin dhe i ka shprehur se jo ma se ul veten tënde. Jo me mua, i thot se ul veten tënde, më falni. Ti kapesh me mua se do të vishte Egli. Jo ti të më bësh ashtu mua me miell dhe unë të rije të shoh ty. Unë nuk isha iniciatore e lojës dhe me ty nuk jam marrë fare. Madje kam ardhur të të mbuloj, i thot Egli, ndërsa Gjesti i thot, falemderit. Egli ja pret përsëri edhe ajo i thot, i kore, ku nje falemderit ti do ato që ty të bëjnë keq. Gjesti i thot, ti pas ke lujt me mua, po shikohet çdo gjë, i thot këtu. Dhe më pas situata vazhdon. Do thënë ishte një ngjarje shumë e rëndë brenda shtëpisë, nuk e di ju si e shikoni këtë gjë, e shikoni si një lloj akmarrje ndaj Gjestit drejt Eglit, apo thjesht ishte një moment që Gjesti nuk e kishte mirë menduar.